pasi u ëmbëlsuam pak me reshedin, kalojmë tani tek gatimi i drekës, do përgatisim drekën për sot. Kemi pjekur disa perime, si që ju treguam në fillim, domate, qep, karota dhe speca. I kemi marinuar, vaj, krip, piper dhe i kemi pjekur. Në tenxhere ndërkohë, çfarë kemi aty, Albana? Kam bathët, bath të thatë. I kam në gjithë natën në ujë. O si puna e fasules. Më pas, shplajni dhe vendosini për 20 minuta të ziejnë. Ja ku është edhe masa e zjerë. Si që thash pak edhe më përpara, kam vendosur perimet. Domaten, qepën, pa tjetër hudhrat, mund të vendosur spec skuq, spec jeshil si të dëshironi ju, edhe pa tjetër dhe kastravecin. Kastravecin? Kush e me kastravecin? Karota, ua! Se po më thoshe për kastravecin edhe... Tek shishja kana me ujë që do përgatisim të ta konsumojmë gjatë ditës. I jap një përzierje shumë të mirë. Kaloj. Masën. Pa e transferuar në asnjë vend, shtoj të gjitha perimet. Të pjekura. Dhe shtypim pak. Karotat edhe domatet e kemi shpjeguar edhe në bisedën e 2 ditëve më parë me Jokën. Kur ato kalojmë pak në vaj ulliri, edhe në pjekja apo në skuqje, kanë më tepër, lëshojnë më shumë ato vlerat e tyre. Përthithshmëria e vlerave që kanë është më e madhe. Do t'i kaloj të gjitha në tenxhere. Opa! I lë paksa në rehatim sa të lëshojnë pak edhe e vlimit, piper jo kaq, se ka më tepër, as nuk diskutohet, masa e kripës pa tjetër që më duhet, edhe salsa. Edhe salsa. Të gjitha. Nuk më duhan. I ato dhe i kalojmë. Pra gjithçka shkojnë në vendin e vet. Unë do t'i lexoj tani përbërësit, sepse të gjitha çka u përmendën gojarisht dhe i treguam hap pas hapi, janë në tenxhere, vazhdoj procesin. Supa ose gjella ose të shohim deri në fund tani si mund ta përcaktojmë, se kjo është një recetë që Albanës i ka lindur nga pikërisht fakti që bathët janë në treg, sezonin e tyre. 300 gram bath të thata. Një qep e madhe, një karot, speci kuq ose jeshil, 2 domate, salcë domate, 1 lugë gjelle, 2-3 thelpinj hudhra, ujë 1 litër e gjysmë ose lëng perimesh 1 litër e gjysmë, vaj ulliri, krip, piper i zi dhe rigon, majdanoz, erza, bim, çfarë të preferoni juve te gatimet. Atëherë më jep pak një... E gjitha? Po, ja, te tasat këtu. Një tasë. Atë të voshklen, të të shkëpus. I kemi kaluar pra bathët, perimet pa ashtu po marrin dhe një vlim të fundit, sepse e kaluan procesin e tyre në furr të pjekjes, janë zbutur, kanë lëshuar aromat. Dhe tani, ju e patë se ato janë në copa të mëdhaja, te grirësja, që mirë është në fakt të ftohet pak. Unë kam dëgjuar një shprehje për filma, Zoti bekoftë Amerikën. Do të them, Zot beko bukën tonë sot, fajna bukën tonë sot, gjëja më e mirë, gjëja më e mirë. Edhe them bekoje, por edhe me nxehtësinë. Shiko, ajo duhet të jetë pak e ftohtë apo jo? Duhet të jetë pak e ftohtë. Që ne mund të presim pak, pse jo? Mund të presim. Po presim, tregojmë çfarë do gatuajmë pjesën tjetër dhe e lëm të ftohet se gjëna do na prishet pajisja nëse e nxisim dhe e bëjmë shpejt me temperaturën e lartë. Aty do kalojmë edhe bathët edhe perimet, apo jo? Atëre e kaloj masën. Bathët nuk janë aq të nxehta, kështu që... Mund të shtoj ujë të ftohtë, prandaj dhe po bëj këtë, kur thon këtë marifetin, shtoj vetëm pjesën e sipërme, pjesën e lëngë. Mund të bëjmë një byrek shumë të mirë me koçkulla. Super.
Ja ku ti përshëndes Me edhe petët e fata të Skarpalin. ndashme, Për për shumë se shembull. Skarpalin të duan shumë, juglindje e duan shumë të brekun me kockulla. Çdo byrek në fakt. Po sidomos Shkollat janë pjesë e rëzajreve, prandaj. Tani ne e shtoj këtë pjesë, avash, të është e nxehtë, e pyesim veten mirë, me dashuri. Patjetër që shtoj edhe një mas ujë këtu, që të kem atë balancimin e duhur. Po. Po desh edhe nga ujë menteve mund t'ja shtojmë. Se ti e shfrytëzon këto ujrat e bimëve aromatike. Patjetër, por ai ujë bentes pa më duhet për Atë duhet për eçelin. Tufe madhe me gjethe mente, tani e kanë sezonin e tyre dhe janë më aromatike se kur, më qetësuese se kur, kanë një lloj arome që nuk ka të krahasuar. Ja, të përfundoj me çorbën edhe do kalojmë pjesën tjetër pastaj. Si ju ta përgatisni ju që keni obolin plot, e kanë obolin plot disa anvisa, ose vazot në balkon, ose në dritare, me mente, ose i gjeni pastaj tek tregu dhe e përgatisni. Mirë, e lëm aty ne. E lëm të ftohet paksa. E lëm të ftohet çorbën, ne servirim kur të kthehemi në këtë gjendje është, kemi pse ta bëjmë punën keq kur mund të presim disa minuta. Kështu që shkojmë për publicitetin dhe rikthehemi me reçelin e mentes. 2-3 sa të supën duam. e vendos në krahun e gjellës, të gjellës të shumë të asudës. Çfarë dekore ti kishe pikturuar këto sepse këto elemente? Anvisat tona e meritojnë. Artë. E meritojnë anvisat tona. Një gjë të vogël, një përzierje vogël panës me ujë, një spërkatje, gjethe mente dhe vizatojeni pjatën tuaj, se jo është rëndësishme dhe ana estetike. Ja po vendos tek tryeza, edhe kanën e ujit gjithashtu.